Jemi bashkë dhe bashkë bëjmë më të fuqishëm besimin tuaj tek numri 62. Këto ishin fjalët me të cilat e filloi tubimin elektoral lideri i AK-s Ramush Haradinaj me banorët e fshatit Shishman, i cili erdhi në mbështetje të kandidatit Lekaj. Ne na ka nderuar Malshia e Gjakovës, shpenjo këtu, po na ka nderuar edhe histori, jo dhe shtash. Po kom plan me u marrë kapak edhe me aton të kufinit, pra kom plan me investu dhe ne, si Kosovë na kemi drejt me bo projekte, kom plan me ja fillu ka dale, Petropoje se garancurit, e dejnë në Krume, në Kuks, sa të mërim, po çdo vit me pas diçka për neve. Shqipnia e boni rrugën e komit në animoj, shpresojmë që do të mërim me bo rrugën e liçenit, që është shumë shkurt, në ndihmon shumë, na pëjtojmë rruga e Dugaxhinit, në rast se mërim, po sido që tjetë na kemi me u kyç me pjesën e kufinit. Na mujnë me limu vetën, se Slovenia, mane menë dhe ta, s'ka ku gjohë ma shumë nërto, as ku gjohë mi tokë se na. Po rrogat i marrin rrëfnimi erë, mesatarën e të njerëz. Pse? Se kanë menaxhu, e kanë qeveris vetën ma mirë. Unë për ju thëmë, doktor Pal Leka është qeveritar i mirë, është zotëshfije i mirë, është punëtor, i merë parasysh krejt specifikat e Gjakovës, shtiritet vëndbanimeve, cëpësit vëndbanimeve, dhe është besnik, a e ka në plan me kushtu kushtu. Ky fiton me të parën, në di që ka me fitu me të parën. E kandidati për kryetar të komunës, Pal Leka, i tha se tani jemi më të fortë se kur, sepse e kemi praninë e liderit të pakontestueshëm të gjithë kombit Ramush Haradinaj. Që jeni ju ata që na jepni fuqinë më të madhe dhe mua në reken e historisë, në reken e luftëtarëve, në reken e dëshmorëve dhe të martirëve, në reken e sakrificës dhe në reken që asë një moment nuk ju ka ndoje karavanit të Aleancës për ardhmërinë e Kosovës dhe liderit, luftëtarit, djalit ton të çmuar dhe të shtrejt, Zotit Haradinaj. E kandidati për Asamble Komunale, Dervish Tahiri, i ftoi të gjithë banorët e Rekës së Keqe që të gjithë të bashkuar ta votojnë AK-n dhe koalicionin me LDD, që t'ja arrijmë qëllimit ton të përbashkët. Se do t'jemi shtytje e fortë që t'ju japim përkrahin e fuqishme që ju të arrini atje, jo pa votën e Rekës Keqe, jo pa votën e Dushkajs, Hasit, Rekës Mirë, Gjakovës, Dugaxhinit dhe krejt Kosovës. Juftoj që me 3 nëntor të gjithë kështu së bashku, duke i marrë dhe familjet me vete, të dalim dhe të votojmë masovikisht numrin 62 Pal Leka. Të gjithë bashkarisht për të ardhmen e vendit tonë, votoni numrin 62 dhe kryetarin Pal Lekaj, u tha në fund të takimit.